Një ngjarje rënd ka trunditur fshatin Zli Potok të Dragashit mbrëmjen e kaluar, ku një përleshje fizike mes disa personave ka përfunduar me pasoja fatale. Viktime këtij konflikti ka mbetur imami i fshatit Gazmen Tahirovci, 46 vjeçar. Lajmin për insajderin e ka konfirmuar zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Pasi policia ka marrë njoftimin përmes telefonit për një përleshje, patrulla ka dalë menjëherë në vend ngjarje, ku ka gjetur një person të shtrirë në tokë me lëndime që dyshohet se janë shkaktuar nga një mjet imprehët, konfirmoi ai. Ekipi mjekësor nga ÇKMF e Dragashit ka arritur në vendin e ngjarjes, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Një operacion i gjerë dhe i koordinuar i policisë së Kosovës ka çuar në prangosjen e autorit të dyshuar Beshir Hamza për vrasjen e imamit. Ngjarja që tronditi mbar opinionin publik ka vënë në lëvizje të gjitha strukturat e sigurisë, të cilat pas një pune intensive operative hetimore të ndërmarrë pa ndërprerje arritën ta blindanin perimetrin ku fshihej i dyshuari. Për shkak të terrenit specifik, policia aplikoi strategji të kombinuara të vëzhgimit dhe xhurmimit. Detajet e këtij aksioni i ka konfirmuar zyrtarisht për gazetën Insajderi zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Sipas tij, lokalizimi i autorit të vrasjes u bë i mundur fal koordinimit të teknologjisë me njësitë elitare në terren. Në operacionin për lokalizimin dhe arrestimin e të dyshuarit janë angazhuar njësi të ndryshme policore, duke përfshirë përdorimin e dronit për vëzhgim nga ajri, si dhe njësinë policore me qenë kënon, ka deklaruar Bytyqi për Insajderin. Sapo droni arriti të kapte lëvizjet e dyshimta nga ajri dhe njësia kënon, qenë zyrtar ndoqi gjurmët e sakta në tokë, i dyshuari u rrethua dhe arrestimi i tij u krye me sukses. I dyshuari është shoqëruar menjëherë në stacionin policor, ku përmbahet në masa të rrepta sigurie. Pas arrestimit të Beshir Hamzës, policia e Kosovës ka arrestuar edhe babain e tij. Sipas autoriteteve, babai të dyshuarit është arrestuar në ndyshimin e bazuar për kryerjen e veprës penale mosdhënia e ndihmës sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Ndërkohë, trupi i pajet i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Prokuroria themelore në Prizren, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, po vazhdon hetimet intensive për zbardhjen e motiveve dhe rrethanave të plota të kësaj ngjarje tragjike. Sipas sekretarit të Këshillit të Bashkisë Islame për rajonin e Gorës, Ajhan Beqiri, motivi i vrasjes nuk lidhet me punën e tij si imam i xhamisë, por për çështje private. Ndërsa një familjar i imamit të vrarë ka thënë se i ndjeri ka pasur kërcënime të vazhdueshme nga i dyshuari Beshir Hamza për vrasje, i cili është ndaluar për 48 orë.